Familjarët e mi besojnë shumë në një teqe dhe për çdo gjë duhet t'i luten Zotit, t'i luten dhe teqes. Por unë a shpjegoj që e kanë gabim dhe prapë se kuptojnë. Madje, kur unë ju them që kjo nuk bën dhe s'ka asnjë lloj vlere, më thonë mos se do të zëri ndonjë e keqe se do të bëj keq. Unë ju them, po kur është i mirë ai vetë, pse duhet bëj keq? Se duhet veproj? E rëndësishme, ne duhet punojmë me qetësi, me dashuri, me zgjuarsi, me njerëzit tanë që janë të sprovuar me idhujtarizma të tillë. Ne jetojmë në një vend që i ka të gjitha, i ka këtë, i ka atë. Çfarë do të bëjmë? Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sepse njerëzit kanë ndonjë idhujtari. Njerëzit besojnë fjalët, gojdhënat, se e shau njoni ngriu në vend, u paralizu, se ishte njoni që tang ai vdiq në vend, muhabet e kështu. Kemi fol ne për këto muhabete, elhamdulillah deri tani na ka ruajt Allahu, e ka për na ruajt inshallah. Sepse si tha Ibrahimi alayhis salam, si ta të kem frikë ato gjëra që ju i keni kthyer në idhuj dhe ortak të Zotit. Ju si friksoni Zotit, e të kem frikun në idhujt që ju i keni bërë ortak të Zotit. Jo, po faktikisht ka ndodhur herë, po pastaj se ka ndodhur. Ka qenë caktuar për Zotit për të parë besimtarët e vërtetë dhe besimtarët e lëkundur. Po mund ndodhe në herë. Çfarë tha Ibrahimi alayhis salam? Illa ay yasha rabbi shay'a, vetëm po der Zoti. Po mund të ndodhi Zoti në atë moment sprovon. Xhenemi do të mushet apo do të ri bosh? Do të mushet. Me çfarë do të mushet? Me tilla gjëra do të mushet. A nuk e keni gjurë një? Ka dhënë prova. Se thaj atje në Korçë, se harrojete. Kjo imja tha është për të gjithë, tha, është multifetare, tha. Kjo e kryen punë gjithë dhe s'do më e ditë çfarë je, tha. Çado që ti je këtu që unë tha marrën punë. Idhujtari, pasha Allahun. Shekulli 22 o vlla, bota të shkon honë, të shkon Mars, po mundohet me ngrit kampe, jetese në Mars, në honë, ku dëgjon Jupiter. Këto o vlla lame, varri, teqja, tyrbja, se të vrau, mos fol kundër, se të zemallkimi, se kanë vdekë ca. O Zoti, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasha Allahun, këta njerëz nuk kanë kuptuar çdo të thotë fjala la ilaha illallah. Po megjithatë ne duhet jemi shumë të qetë, shumë të dashur. O vllai, është baba jote, është nëna jote, është vllai jote, është motra jote. A do me udhëzu? Po udhëzoje pra me të mirë, me argumenta. Po ja Zoti çfarë thotë në Kur'an? Zoti çfarë thotë në Kur'an? Po ja Zoti çfarë thotë në Kur'an? Pa e besoni Kur'anin ju, po ja pa çfarë thotë Zoti? Pa e besoni Kur'anin ju, po ja pa çfarë thotë Zoti? Kapi me Kur'an. Këta njerëz e ke shumë kollaj me i kap me Kur'an, nuk ka metodë tjetër. Se më fol këtyne për hadithin, thotë kanë pru arabt. Ku e dim ne kush i ka pru hadithet, kush i ka shpjeg hadithet? Kur'ani. E nëse këta të thonë, po jo, po Kur'an. Qofsa i thotë po Kur'ani, mbaroi historia. Duhet më i fol edhe herë për Zotin që ekziston, duhet më fol edhe herë për profetin alayhis salam që ka ekzistuar, e më i fol për Kur'anin pastaj. Kështu që me kujdes, me qetësi.